Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë të lutim së bashku lavdet e mëngjesit, lutjen zyrtare të kishës, liturgjinë e orëve. Sot është e enjte dhe jemi në javën e 12 gjatë vitit liturgjik. Psalmet i marrim nga java e 4 e psalterit. O hyj më eja në ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë në jetës. Amen. Aleluja. Himni. Tani që leu ylli i dritës, me shpirt Zotit i lutemi, që ndër vepra të përditshme të na ruajnë nga të damshmit. Nën fretën na mbaj gjuhën, mos të ushtoj të meri i grindjes, na ruaj duke mbrojt fytyrën, që mos të pësojnë nga sqimat. T'jen të pastër shpirti e zemra, edhe larg qoftë tërbimi, përmbajtja e haz dhe e pijes, ta ul krenin e mishit. Që kur të kaloj dita dhe fati të kthej natën, ne me anë të agjërimit ti këndojmë lavdinë e botës. Hyjet ati qoftë lavdia, dhe birit ti të vetëm, me shpirtin ngushëllimtar, ndër shekujt e amshuar. Amen. Antifona e parë, që në mëngjes bëj që ta ndjejmë mëshirën tënde o Zot. Psalmi 143. O Zot, dëgjoje lutjen time, vëri vesh sipas besnikërisë sate lutjes sime, më dëgjo në saje të drejtësisë sate. Mos hyrë në gjyq me shërptorin tënd, se asnjë i gjallë nuk mund të dalë i drejt përpara teje. Armiku e salvon shpirtin tim, për dhe e shtroj jetën time, më ka lidhur në errësirë, por si të vdekurit e ka hershëm. Shpirti im por ka në mua, të mpit e kam zemrën në kraharor. Më kujtohen ditët e shkuara, i kujtoj të gjitha veprat e tua, i peshoj veprat që ti i kreve. I ngre drejt teje duart e mia, shpirti im si toka pa ujë ka etje për ty. Mu përgjigj pa vonesë o Zot, se mbeta pa frym. Mos e fsheh fytyrën tënde prej meje, të mos bëhem si ata që zbresin në varr. Bëj ta dëgjoj mëshirën tënde në mëngjes, sepse shpresën e kam vënë në ty. Ma mëso udhën së cilës duhet të eci, sepse tek ti e kam lartësuar shpirtin. Më shpëto prej armiqve të mi o Zot, jam dorë tënde. Më mëso ta kryej vullnetin tënd, sepse ti je hyji im. Shpirti yt i mirë le të më prihë në vend të drejtë. Më përtri në jetë o Zot, pa shemrin tënd, pa drejtësinë tënde, nxirre shpirtin tim nga shtrëngimi. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Që në mëngjes bëj që ta ndjej mëshirën tënde o Zot. Antifona e dytë. Zoti do të bëj të rrjedh mbi Jeruzalem një lumpaqeje dhe shëlbimi. Kënga marrë nga libri Isaias profet, kapitulli 66. Gëzohuni me Jeruzalemin, galdoni për të ju që e doni, galdoni me të, galdoni, të gjithë ju që qatë mbi të, që të thithni qumësht e të ngiheni, prej parzmave të ngushëllimit të tij, që të dërgoni e të kënaqeni, në parzmat e lavdisë së tij. Sepse Zoti kështu po thot, ja, unë po bëj të arij në të paqja por si lum, por si prua vërshues pasuria e popujve. Qumësh do të pini, ngryk do të mbartheni, Për mbi gjujnë do t'ju përkëdhelin. por si nëna që ngushllon të birin, ashtu unë do t'ju ngushlloj. Në Jeruzalem ngushëllim do të gjeni. Do të shihni e zemra juaj do të gëzoj. Si bari i njom do t'ju përtrihen eshtrat. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Zoti do të bëj të rrjedh mbi Jeruzalem një lumpaqeje dhe shëlbimi. Antifona e tretë. Është bukur t'i këndojmë hyjit ton, është kënaqësi ta lavdërojmë atë. Psalmi 147. Pushteti dhe mirësia e Zotit. Lavdërojeni Zotin sepse është i mirë. Është bukur t'i këndosh hyjit ton, është kënaqësi ta lavdërosh si i ka hije.
Zoti e rindërton Jeruzalemin, i bashkon izraelitët e mërguar, ai shëron zemrat e coptuara, i lidh plagët e tyre. Ai e njeh numrin e yjeve dhe e thërret secilin me emër. I madh është Zoti ynë i gjithëpushtetshëm, e pakufishme është dija e tij. Zoti lartëson të përvujtët, kurse përde i shtron keqbërësit. Këndojani Zotit këngën e falenderjes, bini harpës për nder të hyjit ton. Ai me re e mbulon qiellin dhe ja përgatit dheut shiun. Bën të rritet maleve bari, edhe bim për të mirën e njeriut. Ai ju jep ushqime baktive, deri edhe zogjve të korbave kur ja kërkojnë. Si jep rëndësi fuqisë së kalit, si merr parasysh kërçikët e trimit. Zotit i pëlqejnë ata që e druajnë, ata që shpresojnë në mirësinë e tij. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë jetës amen. Është bukur t'i këndojmë hyjit ton, është kënaqësi ta lavdërojmë atë. Leximi i shkurtër marrë nga Letra drejtuar Romakëve kapitulli 8, rreshta 18 deri 21. Unë mendoj se të gjitha vuajtjet e tanishme nuk janë të denja të krahasohen me lumturinë e ardhshme që do të zbulohet në ne. E një mend, edhe vetë krijesa me afsh e pret zbulimin e bijve të hyjit. Krijesa në të vërtetë është e nënshtruar kotësisë, jo pse do, por për arsye të atij që e nënshtroi, por se një mend në shpresë, sepse edhe vetë krijesa do të lirohet nga skllavërimi i shkatrimit, për të pasur pjesë në lirinë dhe lumturinë e bijve të hyjit. Që nga zgjimi i ditës më bie ndërmend për ty o Zot. Që nga zgjimi i ditës më bie ndërmend për ty o Zot. Ti je ndihma ime. Më bie ndërmend për ty o Zot. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Që nga zgjimi i ditës më bie ndërmend për ty o Zot. Kënga ungjillore Benediktus. Antifona. Jepja popullit tënd o Zot njohjen e shëlbimit dhe faljen e mëkateve. Kënga e Zakarisi pas Lukës ungjilltar kapitulli i parë. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti hyj i Izraelit, që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqve tonë dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tonë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, atit ton, se do të na bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë. E ti o djalosh do të quhesh profet i të Tejet Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur rrugët, për ta vënë në dijeni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapa tan në udhën e paqes. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës amen. Jepja popullit tënd o Zot njohjen e shëlbimit dhe faljen e mëkateve. Lutjet e besimtarve. T'ia drejtojmë lutjen tonë Zotit, i cili e shpëton popullin e vet dhe t'i brohorasim. Ti o Zot je jeta jon. Bekuar qofsh o atë i Zotit ton Jezu Krishtit, ti me mirësinë tënde na rilind me shpresë të gjallë. nëpërmjet ringjalljes së Jezu Krishtit prej vdekjes. Ti o Zot je jeta jon. Në Krishtin e ripërtrin njeriun të krijuar në përgjasimin tënd. Bëj t'i përngjajmë birit tënd. Ti o Zot je jeta jon. Shëroje njerëzimin e plagosur nga smira dhe urrejtja. Mbushe me atë dashuri që është dhuratë e shpirtit tënd. Ti o Zot je jeta jon. Jepu të uriturve bukë,
të pikëlluarve harej. dhe të gjithë njerëzve hir dhe shpëtim. Ti o Zot je jeta jon, ati ynë që je në qiell, u shejtrofte emrët, art mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hyj, ti që me hirin tënd na pasuron me çdo bekim, bëj që të shndrohemi rrënjësisht në krijesat e reja, që të bëhemi gati për lumturinë e mbretërisë qiellore, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.